Në këtë sesion ka qenë parashikuar që të votohet kandidaturat e avokatit popullit. Ka kaluar kandidaturat gjithë procedurat e nevojshme parlamentare dhe është lënë para zgjedhjeve në një bisedë me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste që pas zgjedhjeve të kalojnë për votim. Zonjë, në kalendarin e këtyre 2 jave nuk ekziston votimi i kandidaturave të avokatit popullit. Ju lutem, respektoni rregulloren, futeni në rend të ditës votimin e kandidaturave për kryetarin, për avokatin e popullit. Zoti Noka, unë nuk kam asnjë informacion që është rënë dakord mes grupeve parlamentare apo që ka patur diskutime për të gjetur dakordsinë mbi emrat apo emrin për avokat popullit për të votuar në këtë seancë. Dhe kjo është arsyeja pse nuk është përfshirë. Besoj duhet të kemi një dakordsi, duhet të kemi diskutime paraprake, duhet bijem dakord për emrat që do votohen e të tjera çështje se nuk mund të vijoj më tej. Nëse zoti Peleshi ka diçka për të shtuar, që kërkoj fjalën, zoti Peleshi, po. Jo, kemi folur disa herë edhe këtu në seancë, është e vërtetë që është ngritur nga zoti Noka dhe unë kam kërkuar që thjesht të bëjmë një proces, jo thjesht, po të bëhet procesi si gjithmonë në zgjedhjen e krerëve të institucioneve të pavarura, pra të ulemi të dëgjojmë propozimet e opozitës, duke respektuar edhe traditën që propozimet vinë nga opozita, por majoranca para se të votojë ka të drejtën që të njihet me të gjithë, të bëjnë diskutim edhe të arrihet një dakordsi paraprakisht. Të gjitha propozimet e ardhura, pra që kanë kaluar procesin deri në komisione, janë të propozuara nga opozita dhe për këtë arsye ne duhet që të zhvillonim bisedime. Unë kam bërë një bisedë për së vërtetës me zotin Noka në një nga seancat. Ishim afër zgjedhjeve dhe e lam që ta rimarrim këtë temë pas zgjedhjeve, tani jemi pas zgjedhjeve, mund ta rimarrim, ta vazhdojmë nëse kemi kohë, po besoj ka ngelur vetëm një seancë dhe duket me mundshme ta rimarrim në shtator. Gjithsesi, ne s'kemi ndonjë kundërshtim që të vazhdojmë procesin e përmbylljes të zgjedhjes së avokatit popullit. Në të gjitha rastet, zgjedhja e avokatit popullit duhet të jetë një prioritet absolut, qoftë edhe i sesionit të ri që në shtator. Dakord, hapim debatin për projektligjin sipas listës së diskutantëve, po mos ta bëjmë debat. Zoti Berisha, ju keni fjalën, jeni i pari i regjistruar në listën e diskutantëve. Kështu që mund t'ju jap fjalën për nëse e keni për procedurë, po. Problemi i avokatit të popullit është një problem që shtyhet prej pothuaj një viti. Dhe shtyhet sepse ju, ose kreu ju i Ramaduro, si që po e quajnë tani më në gjitha kontinentet, nuk pranon kandidaturën që paraqet opozita, ndonëse ai plotëson çdo kriter dhe e nderon atë detyrë. Por në rregullin ka qenë që avokati propozohet nga opozita dhe ju kërkoni të impononi nëpërmjet përjashtimeve pa asnjë kriter të kandidaturave që paraqet opozita, të impononi kandidaturën dhe jeni të gatshëm ta shtyni me vite vetëm që një kandidaturë e cila për ju nuk pranohet vetëm se ka vitet e persekutimit dhe burgosjes politike. Dje unë dhash një intervistë dhe një gazetar i mirënjohur më pyeti a janë zgjuar demont e sistemit të vjetër në Shqipëri me Ramaduron, edhe aja kishte marrë vesh se edhe ai fliste për Ramaduron. Dhe kjo që po bëni ju është dëshmi e zgjimit të atyre sepse ju
keni hezitim të pranoni një kandidatur nga grupi nga shtreset përsekuturve politik, ndonë se zotin Regjoni i plotëson të gjitha kriteret. Prandaj, sot, hajde ta votojmë edhe ta mbyllim këtë punë mos... Kjo është e pa prerë, është një institucion. Pavarësisht se në narkoshtet institucionet të gjitha shumëzohen me zero, po përsëri për ne, kjo është një institucion edhe që duhet të plotësohet me drejtuesin e tij. Fjalën e ka kërkuar Ministri Balla.